është problem me majtë një lidhje, jena të po ndarje pa fond, jena të po fëmijë që po mbesin me prind të ndamë, e shumë, sen se unë nuk jam mbështetë se me duru shkelje drejtave e mos me t'lanë me folë burri, ose ndodhe dhe gruja, që mundet më konë, se të na herë zakonisht na, zë mos na femna qohëm edhe tojnë ajo burrat po bojnë pa drejtësin dhe i grave, po realisht, unë dije një rase që edhe gratë bojnë pa drejtësin ndaj burit vetë, po veç se është femën, zakonisht nuk jam marrin shumë parasysh, se hajtë se kjo burë edhe duran. Mirë po, unë është shumë sukses një qef që mundet me arrit në ticodi me majtë një lidhje të shnosh me plot kuptimin e fjallës. Me pas dashurim mrena edhe mirë kuptim mrena qiftit edhe mrena familjes. Po pse, Len, për shambull, sot po shë këto si sukses? Pse po është sot? Pse po ndodhin këto ndarje, pse... Ka shumë faktor pse po ndodhin ndarjet. Zakonisht, fatkeqësisht i kanë bo edhe këto jeta sociale që shohin edhe lakmojnë shumë, edhe mandej shkojnë lakmojnë për shembull gratë e martume, lakmojnë një qik që është single, që bën një jetë super luksoze, edhe që nashta burri vetë nuk mundet m'ja ofru që ato, edhe tani që aty fillon konflikt jonë, si kam kjo pika edhe, po ka shumë faktor, po për momentin në pjesën e shoqërisë tonë, po ka shumë kësi lloj raste. Po kanë edhe më herët, çështja ekonomike është një ndër faktor, rrjetet sociale është një ndër faktor, edhe kurse